Që kanë ngjyrë e bukur sot apo? Ja, pëlqen kështu? Po, edhe jena çik kështu si terë dhe neve kjo sfondi do qikena. Se kanë flak fare thotë. Vetëm këtë temë si jemi flak sot, por gjithsesi tema jeni ju, miq. Ju përshëndesim. Jemi për ju dhe për veten. Patjetër e themi edhe këtë që edhe për veten tonë i kemi shumë të nevojshme këto tema me Aleksin dhe tema që na i sugjeroni edhe ju këtu për Pisk System. Një lloj anti-system për ato se çka ndodh në Shqipëri, në botë dhe ky qarku spiralja që thuhet dhe jo se po t'ishte normalisht sistemi është i mirë, po t'ishin në të mirë të vendit. Pra normalisht bashkëpunimi, si duket sikur ajo se çka na shesin ato është një lloj zinxhiri, hierarkie e ndarë në hallka, por në shitet sikur po na bëjnë mirë, ndërkohë që më keq po shohim nga ata. Ne vërse jemi kundër bashkëpunimit dhe njerëzve që të kenë qoftë atë rrethin që mund të bëhen bashkë njëri tjetër duke dhënë dorën. Por jo në këtë formë që po bëjnë ta. Forma e gjithmonë favorin e tyre. E kur vinë me atë për të mirën tuaj, si kemi thënë, kush është e kundërta? Për dëmin tuaj. Është për dëmin. Aleks, të përshëndes. Falenderoj që gjen kohën, her pas here realisht është shumë e veçantë gjithë ajo çka ndjej për ty si vlerësim për gjën që bën, mënyrën se si është aq sa kemi ne atë bëjmë ndonjëherë bezdishëm, por të dy bashkohemi në pikë që duam të jemi tek ajo pjesa e thjeshtësisë, domethënë. Edhe unë gjej lloj rahatie, lloj to e thoj pa po të njëjtën fjalë komforti si jemi mësuar atë se çka na japin ushqimi, se edhe kjo se çka bëjmë me Aleksin është e kundërta e komplet ushqimit që marrim në përditshmërinë tonë dhe normalisht biseda të tilla që bëjmë ne këtu, që është troj aq lirshëm, aq thjesht edhe njerëzit i kemi po të tillë, domethënë që është janë biseda që ne kur i bëjmë një herë në javë dhe kemi pasur edhe rastin ta faktojmë që kur nuk kemi qenë, njerëzit e kanë pasur shumë të nevojshme. Edhe kjo gjë ne na gëzon, na bën që të ndjehemi të vlerësuar dhe të vlerësojmë ata njerëz që na ndjekin dhe kjo tregon që është një shenjë mirë që njerëzit kanë nevojë për këto biseda dhe që ka njerëz të tillë që pra këtë që bëjmë ne këtu bëhet edhe diku tjetër. Ndoshta jo me kamera dhe mikrofon, por ka njerëz që i rrogën këto biseda dhe nuk ta konsiderojnë ore këto që është e pala tjetër, që janë mirë ose ti kapi dhimbje e kokës kur gjën këto biseda. Se normalisht ka ardhur ajo që është antinormale, ka zënë vend është bërë normale dhe ajo që ka qenë normale më para sot është bërë e neveritshme, nuk pajtohen njerëzit. Kështu ka qenë gjithmonë përpjekje atyre që komandojnë popujt, ti përmbysin vlerat. Ato që qëndron këmbë ta rrëzojnë, ato që është parë sa bëjnë mrapsh, përmbysje e vlerave që na karakterizojnë si njerëz. Duan që neve ta humbasim ata njerëzëllokun që na karakterizon, të bëjmë të ngjashëm siç janë ata vet, pa shpirt, pa ndjenja, mizor, mendosh vetëm për veten tënde, kur mos ta shohësh atë tjetrin mirë, mundësisht ta godasësh, përfitosh. Këtë frym duhet na kalojnë. Të jemi njerëz në pamje, po përbindshëm nga brenda. Ai është instinkti që karakterizon ata, ashtu do na bëjë edhe neve të jemi. Po do përpiqemi që mos ja bëjmë qefin. Të qëndrojmë sa më njerëzor, sa më të ndjeshëm, edhe sa më pranë njëri tjetrit, edhe të shtrim dorën e ndihmës gjithmonë sa që kemi mundësi. Kjo gjë i acaron ata. I acaron ato, por doja që ta shtrinim pak më thellë këtë si temë, domethënë dorën e ndihmës që the ti. Por normalisht sa mund shkojë domethënë kjo dora e ndihmës, ndërkohë që ti nuk e sheh po të njëjtin reagim ose feedback që thon. Pra ti e shtrin dorën e ndihmës, por nuk ta kthej dorën e ndihmës. Sta vlerëson. Për të pjesën e vlerësimit që sta vlerëson, por edhe në një moment që ti ndoshta do e provosh atë që ti e ke shtrirë dorën, nuk të gjendet, nuk të afron ai dorën, tu merr zhgënjim, goditje, zemrat, mërzitesh. Pra, çfarë do bësh? A mund të ofrohet kjo dora e ndihmës vazhdimisht ndërkohë që ti nuk sheh po tjetër gjë se çka bën vetë të ta japë edhe tjetri ty?
Po tani ka raste e raste, janë disa që e vlerësojnë atë që ti ofron, janë disa të tjerë që sapo ti ofron diçka, ai e shikon si dobësi dhe do ta shfrytëzoj. Edhe kjo kategoria e dytë bën pjesa më e madhe, fatkeqësisht. Por kjo s'do të thotë që neve do ndryshojmë. Ata që qëndrojnë akoma, le të qëndrojnë edhe mos ta humbasin ato vlera që e karakterizon secilin. Nuk ja ktheu, normal që do zhgënjehet, se njerëz jemi, ndjenja kemi, po kjo s'do të thotë që do bëhemi një me turmën. Të bashkohemi dhe të humbasim dhe ne të bien dhe ata që akoma po rezistojnë duke qëndruar. Të qëndrojnë, ta mbajnë, sado mos të vlerësohen, sado që të zhgënjehen, ata njerëz llokun ta ruajnë. Ta mbajnë sepse është diçka e çmuar. Të qëndrojmë ashtu të bukur nga brenda siç na ka bërë Zoti dhe mos të bëjmë të shëmtuar ashtu siç duan këta shërbëtorët e armikut të atij tjetrit. Pra qëndroni njerëz, mos u mërzisni se bota, fryma e kësaj botës është ajo që i shtyn njerëzit të humbasin. Pra të vazhdojnë akoma edhe nëse nuk i kthehet edhe abuzohet me atë se çka ti ofron? Kjo s'do të thotë që do vazhdoj të ketë lidhje me atë person që nuk ja vlerëson ato, se ajo pastaj është të dëmtosh veten. Por duke po jo ti të ndryshosh ti, do të ndryshosh në raport me atë personin që nuk ta kthen. Po jo ti në përgjithësi ose në karakterin tënd, dhe të mos ofrosh ndihmë ndoshta ke një tjetër që po se shumë njerëz për shembull kanë qenë të mirë, të drejtë, të sinqertë, të transparent, duke parë pikërisht të pjesën e mosvlerësimit, edhe madje të abuzimit të asaj që ti po i ofron. Pra, kjo është ajo tema që ne që ta themi tamam edhe për ata që po na ndjekin, pra rastet e abuzimit kur dikush ta merr për dobësi ofrimin e ndihmës, pra. Edhe luan le të themi me ty. Kjo është ajo që ne e shohim në përditshmërinë tonë, për ato që ndoshta preken në mënyrë direkte nga kjo, në momentin që ndoshta i hiqin nga puna padrejtisht, nuk i vlerësojnë siç duhet, se flasim edhe për të raporte, që jo vetëm raporte private dhe personale, le të themi qefmbetjesh, por edhe edhe në ambientin e punës. Edhe në ambientin e punës për çështje që të hakut të asaj që kontributit që ka dhënë dikush dhe vlerës që ai duhet të marrë nga ajo gjë se çka bën, domethënë, se thotë po mirë se të rrish edhe pak ose të bësh edhe këtë. Pra, ai atë si edhe mirë qasjen tënde të gjithë pozitive, ai ta keq përdor. Po, e merr si dobësi, shikon që ti je tolerues, i jep shanse. Mund ndoshta ta kalojmë pak edhe në filozofi dhe pak në psikologji. Si ndodh kjo në psikozën e vetë njeriut, si qenie, që të shkojnë ato, se ndoshta mund të ketë njerëz, kategori njerëzish që mund ta bëjnë me vetdije, por ndoshta edhe nga pa vetdije. Si dehet njeriu pra nga e mira që i ofron dikush dhe që bëhet mosdërsues, mosmirënjohës dhe gjitha këto tjerat. Ajo është çështje pastër predispozite, prirjeje që ka secili. Si ka arritur deri në atë pikë. Ka ta ndi mund ta themi. Se një person që nuk e vlerëson një të mirë që tjetri i ofron, ajo është ka ta ndi pastaj. Se në vend se ai që të gëzohet, që të thotë që pas ka shans akoma kjo botë, sepse ekzistojnë njerëz që qëndrojnë drejt akoma, edhe në vend se të gëzohet që gjeta një thesar, se thesari janë njerëz të tillë. Se janë specie në zhdukje tashmë, fatkeqësisht, kështu që ka ta ndisur situata. Ai në vend se ta vlerësoj dhe thotë gjeta një mos të fundi një njerëz, siç kishte bërë dikur ai filozofi lashtë grek atje që doli me atë fanarin aty në mes të ditës, siç është koha sot, është e martë sot. Me një fanar atje dhe po shikoni njerëzit dhe po habitet çfarë duke bëu tha. Por kërkoi të gjej një njerëz thashë mes ditës aty dielli full aty. Edhe mesazhi ishte që s'po gjem njerëz më burr. Janë njerëz nga pamje nga jashtë, si gjithë tjerët, po nga përbrenda janë të transformuar më burr. E qartë kjo është finale, çka shohim ne të gjithë. Por si ndodh ky procesi, si dehet njeriu pra që të bëhet që kalon atë gjendje. Po ajo ndodh me kalimin e kohës. Gjatë rrugotimit të jetës. Diku është gënjur, diçka nuk i pëlqeu, pa që kështu nuk ecet përpara. Edhe thonë që tani që të ecësh përpara në këtë botë, kaq të padrejt, duhet bësh shkelje, duhet bësh të dalësh nga vetja, të humbasësh veten.
Prandaj edhe unë nisem atë me idenë e raportit që nëse dikush nuk të jepet ty, ti çfarë do bësh? Do i kthehesh apo nëse i të hyn hak ose të ndikon keq tek ti çfarë do bësh? Do i kundërvihesh, do sulmosh? Prandaj se ndoshta ne sikur kemi kaluar në një pikë që ne po i hakërrehemi njëri tjetrit. Po. Ndoshta edhe dikujt pa drejtësisht për shkak se na ka bërë dikush tjetër, ne po t'ja bëj edhe këtij ose shumë ka bëu edhe mua atje. Po ndërkohë që ky tjetër është komplet i pafajshëm fare, s'ka lidhje fare në këtë pikë në mes. Nuk është. Edhe dile është shpreha pastaj që bashkë me të njoma digjen me të thata digjen të njomat, pastaj paguan dhe ai që s'kisha si lidhje fare. Po nga që kështu infektohen. Po shtot ajo dhe bëhet thellohet ajo gjendja pastaj, edhe kthehet në karakter. Ti ashtu je, do thonë ke kaluar në një programim të caktuar dhe ashtu vepron. Kjo vjen si pasojë me kalimin e kohës, domethënë. Pason një zgënjim, 1, 2, 3 dhe fillon dhe shikon pastaj, a pse kështu funksionon kjo jetë? Domethënë që ecësh përpara, do thonjë za, duhet të jesh tip i shkathët, duhet të jesh tip kështu i futur, i zhdërvjellët. Po mirë, mund të jetë njëri i tip i shkathët, domethënë, në mos ketë bëj me futje me padrejtësira ndaj tjetrit? Mund të jetë njëri i shkathët dhe mund mos ta përdori atë pjesën e liksisë edhe ta përdori për mirë. Po ai zgjedh bëj këtë të parën, këtë tjetrën. Rruga e shkurtër. Të nxjerr më gjatë. Tani, shumë njerëz kanë qenë mirë në rregull, mirëpo ka ndodhur këto lloj padrejtësi që ndodhin në jetë, edhe thot tani unë po të qëndroj kështu, unë i bie t'ia fuz vetes. Atëherë unë po e kthej pllakën, po bëhem dhe unë si shumica e njerëzve kështu, sepse mos o fundi e ka pa filmin, kështu funksionon, kështu ecet. Sepse po t'jesh i mirë të marrin për budall, është edhe kjo. Për të prapa mbetur, njëri që e flen kam, mefsht. Kulmi ku ka arritur tani të konsiderohet e mira si diçka negative. Domethënë, këtu është thyer pastaj gjithçka, pastaj tjetri edhe ai që është i mirë, 1 herë, 2 herë, 3 herë zgënjehet, bëhet. Çfarë po bëj unë pjesë te valla? Po kaloj edhe unë te do pastaj. Ati ti vështirësohet pastaj jo përpjekja që ai qëndroj në këmbë. Se thotë çipsi sa keq bëhet valla, unë qëndroj drejt, ata vijnë dhe ma fusin më mbrapa shpine. Hipokrizia ka arritur kulmin e aktrimit sot, se bota s'ka ndryshuar. Bota kështu ka qenë më përpara. I vetmi ndryshim është që njerëzia sot ka arritur të shpiki mënyra më të sofistikuara hipokrizie. Janë bërë më aktor, më të maskarepsur. Kupton? Edhe ndryshimi tek lodrat. Dikur ishim karroc me kal, tani kena makina Lamborghini, gjona dhe njerëzit e hutojnë. Janë lodrat që ofron sistemi që t'i mbajnë njerëzit aty të angazhuar. Na konsiderojnë si fëmijë të vegjël të papjekur, edhe na mbajnë humbasim atë përqendrimin duke na ofruar këto anën materiale. Tani, unë kam menduar disa herë këtë pjesë shumë e rëndësishme, që njerëz të mirë dhe të drejtë, nga që kanë patur këto lloj zhgënjimesh, këto lloj reagimesh jo të mira nga njerëzit, thon pastaj shiko, do filloj të ndryshoj edhe unë. Se po qëndrova kështu siç jam, kam për t'ia fut vetes, nuk ecet përpara, do bëjmë dhe unë dallavere, edhe aty është pika kritike që merr dikush kthesën e gabuar. Nuk vazhdon të eci drejt, po merr një kthes aty pastaj ai. Po. Që e bën të ndryshoj pikpamja, bot kuptimi i tij. Edhe pastaj kalon në automatizim pastaj. Nuk ecën më me ndjenja, me logjik, me zemër e gjitha këto, ai ecën me kalkulim pastaj. Çdo gjë e llogarit. Robotik komplet. Po, domethënë do i afroj më këtij personi dhe meqense ky është i mirë dhe i drejtë, e kam më kollaj unë ta manipuloj këtë. Edhe ta afrohet duke shpalosur atë performancën e aktrimit pastaj, të sillet si i mirë, si i dashur. Ti Alex, kur njihesh sot me dikën për shembull, ja ve vetes gjithë këto filtrat para, domethënë njihesh me dikën. Ai e ka që fiksuar që thua shpëtër se ky mund të jetë pak kështu, mund të më afrohet mua për këtë gjë, je ky tip apo jo? Jo, në fillim nuk e bëj atë gjë. Në fillim kur vi në kontakt me dikë që se njoh, e shikoj
nisur nga pikpamja ime, nga botë kuptimi im. Do të thotë siç jam unë do jetë dhe ky. Po, dhe e shef si veten. Po, si vete direkte. E di që nuk është qëndrimi i dur kjo, sepse tani më shumë, po tani jemi koshient, besoj koshient, që shumica njerëzve që na rrethojnë nuk e kanë atë për dispozitën e mirë. Nuk nisen. Dashakeq, xheloz, kanë smir. Tani keq vjen njerëz, motra vëllezër shqiptar, po tani ashtu jemi bërë. Fatkeqësisht. I afrohen pra me një transparencë që t'i jap të kuptoj që ke përpara një person që është kështu që shikon. Nuk po fshihem, nuk po hiqem, nuk po aktroj, nuk po performoj. Edhe ja lë vetë atit në dorë që të nxjerrë atë veten e tij reale. Tani, ai nëse nuk e vlerëson këtë sinqeritet, këtë qëndrim të drejtë pas një interes apo ku dëgjon, aty e kuptoj që ky nuk e vlerëson atë gjë, nuk është në gjendje që të mirë presin për atë që ti je, aty pastaj edhe unë pozicionohem. Nuk do hakmerem, nuk do bie në kurthin që të bëj lojën e tij, ose të bësh i ngjashëm si ai, po. Që do ishte akoma më keq, thjesht distancohem, tërhiqem. Jo nga që kam inat atë, por të mbrojtur veten. Për të mbrojtur veten. Se ti rrezikon ato momente, sepse ekziston dhe ajo shpreha, më thuaj me kërrit të them se kush je, sepse një shoqëri e keqe e prish dhe njeriu e mirë. Është çështje kohe pastaj, po qëndroje. Domethënë si puna asaj të valla, ke një mollë të kalbur dhe një mollë të shëndetshme. Po ta vendosësh aty afër njëra tjetrës, ka për t'ia kaluar kalpsirën dhe asaj që është shëndetshme. Ajo do gradualisht pa e kuptuar. Merr zakonet huqet. E qartë, ti pra hedh hapin. Shkon e shet tjetrin sipas vetes tënde, si sheh veten, sheh edhe tjetrin. Po nëse një person për shembull do ta shihte gjithmonë do ishte ai gjithmonë në panik, gjithmonë i ruajtur, i kujdesshëm, si mund të ishte jeta e tij? Ai do të ketë kaluar shumë zhgënjime, shumë djegje që të jetë aq në presion me veten, që të më thotë të ruhet nga gjitha anët. Edhe ashtu s'ke çe don edhe jeta. Sa është e këshillueshme edhe kjo, po, s'kupton. A ka të tillë thua që shohin me shumë kështu, me shumë frikra, njohjen e re ose njerëzit e tjerë. Po, ka plot. Në çdo hap do ta hedhë me shumë frikë, po si do mboj këtë, po jo, po ti shkon kafe, ulesh në kafe, ndërkohë që momenti që parë porosia, ti ke shkuar në tualet dhe mund të mendosh që mund të ketë diçka në kafe për shembull, ose ku diun, me qenë njeriu deri në po marr shembull, me qenë se ishim duke pi kafe ose tholla gjë, po jo, është mirë kjo si shembull, se është ndodh, është reale kjo, se ndodh. Ne ka thënë vetë sistemi nëpër filma. Po marrim këtë shembull që përmendet kafes atje. Janë 3 veta aty në kafe, çohet njëri do të shkojë të bëjë nevojën e tij në tualet atje, dhe në vend se ti ti qet atje të shkarkohet marrë punë atje, ai e mamën tani, po tani që jam këtu, që mos janë duke folur diçka kundra meje ata të dy atje. Do të thotë më në vetes, ti fut atë dyshimin, okay, e kemi thënë që dyshimi duhet të ekzistojë se nuk jetojmë në botë angjëllore, prallore, po edhe kjo mos kalon në ekstrem, apo janë disa, po të shkatron sepse ti je vazhdimisht në gjëmba. Aty pastaj i bimos ti afrosh askujt. Po njeriu duhet ka nevojë, sa është qenie sociale, duhet të shoqërohet, duhet të jetë i shoqërueshëm. Okej, dakord, është vështirë të gjesh një njerëz të drejtë, të sinqert, të transparent, por ekzistojnë ama. Edhe këtë mundësinë që janë zhdukur fare nuk duhet ta besojmë, sepse po mos kishte njerëz të mirë kjo botë, se ja kjo është shenja që ka njerëz të mirë këtë botë, do kishte përfunduar kjo botë. Sepse vetëm prej shkaku të mirësisë të disave qëndron kjo botë akoma. Të jeni të bindur për këtë gjë. E thekson shpesh ti këtë shprehje Alex. E thua shpesh. Pra edhe bota ndoshta që po shkon në këtë pikë që po ndodhin këto trazirat e mëdha, këto ndryshimet e mëdha, tërmete, gjitha këto përmbytje, gjitha këto është ne kemi thënë që është zemrat e vet krijuesit, Zotit. Po. Por pra edhe që nuk ka shkuar deri në fundin që ta shkonte fare ose që ne kemi thënë. Po atje po shkojmë. Drejt asaj po shkojmë. Nuk kjo është ajo që ne po lëshojmë fare. Ne e kemi lëshuar. Por ka disa njerëz të mirë, domethënë kjo botë.
Patjetër. Që Zoti për mëshirën që ka ndaj tyre, përfitojnë edhe pjesa tjetër. Po, Si nuk zgjohet kjo pjesa tjetër që ta kuptoj këtë gjë, këtë lloj lëvizje. Që Zoti ka mëshirë ndaj tyre të mirëve, të krijesave të veta të mira. për të gjithë ka mëshirë dhe për të këqijt, po ideja është patjetër, s'bëhet fjalë, po them paktën nuk po dënon këtë pjesën tjetër për shkak se është kjo që kanë kjo pjesa tjetër që ka vepra të mira. Do të thënë si shpjegohet kjo? Ç'a del nga kjo? Do të thënë që është mirësia ajo që e mban botën. Jo likësia. Ajo likësia që ka pushtu pothuajse gjithë botën, është ajo që sot po shohim në aktualitet, që po kërcënohen tani superfuqit me njëra tjetrën, edhe po rrezikoni gjithë planeti, t'idhet në erë. Po jo sepse po vendosin ata, nuk po jetën politika, nuk po merren vesh sepse kanë interese dhe secili do llok më në përfitimin e vet, është pikërisht për këtë arsye, sepse po zën më shumë terren e keqja, e liga. Pastër kjo. Dhe kjo që po shohim tani që po rrezikohet gjithë planeti, është rezultati i kësaj gjëje. Jo se vendosin ata. Njerëzit nga momenti që do kthehen të gjejnë veten e tyre, është ajo shprehje që themi mblidhe veten. E di sa e rëndësishme është kjo, mblidh veten. Edhe themi si fjalë goje këtë, por shumë e rëndësishme është mblidh veten. Po ta mbledhim veten neve tani, edhe të përqendrohemi, edhe të kthehemi vlerave që në karakterizon si njerëz, që Zoti pasurisht na i ka dhënë, atëherë që do shikosh që automatikisht bota do ndryshojë. Edhe do azgjësojnë të gjitha kërcënimet dhe rreziqet që sot po i kemi sipër kokës, dhe po rrezikojmë të fshihemi fare. Direkte, mirësia mund ta sjellë atë gjë. Por neve kemi zgjedhur liksin, rrugën e shkurtër. Edhe keqja po zën më shumë vend, edhe ata pak njerëz që kanë mbetur tani, për të cilën bota po qëndron, edhe ata rrezikojnë të bien. Sepse është rrymë shumë e fortë. Kanë punuar ato me kostume, ata që nuk dalin kurrë nëpër televizor, kanë punuar që ndryshojnë gjithë psikosintezën e njerëzit. Ta zhveshin nga vlerat. Çfarë si e marrin ata? Çfarë kanë si e marrin nga kjo gjë? Ata tipat, se tani po futemi të thella, se ky është qëllimi, të kalim të thella, se ato gjërat sipërfaqësore mund të dëgjojnë në televizor, nëpër kanale të tjera. Kënaqësia e tyre është se këta tipat, këta me kostuma, këto janë satanista më burr. Këta e urrejnë Zotin, e urrejnë krijesën e Tij. Natyrën, botën dhe sidomos njerëzit. Dhe duan të na bëjnë të ngjashëm me shefin e tyre. Po si janë bërë pjesë kaq të ngjashëm fiks fare si shefi i tyre, pra. Do të gradualisht ajo. Do të gradualisht ajo, pastaj ata luajnë me trurin e njerëzve. Çdo gjë është e mendja. Nëse dikush arrin të mbrojë mendjen nga infeksionet, nga këto mikrobet e këto idetë e gabuara, këto gjëra që s'kan lidhje me njeriu, aty pastaj ti përfshihesh pa e kuptuar, sepse ata të këqinjt, po ja vëjmë me të këqinjt, ata kanë nga pas tyre kanë dhe kështu shkencëtar të mëdhenj të psikologjisë, që din shumë se si funksionon psikologjia e njerëzit. Edhe ato japin ide këtyreve. Bëni këtë, vendosni këtë, bëni sikur po del kjo. Ata pastaj nga që kanë atë mundësinë nga ana monetare që të paguajnë mediat, kanalet aty, edhe kalon ato reklamat, edhe ty të programojnë pa e kuptuar. Që ti jesh tip individual, ti jesh konsumator, ta kesh mendjen aty ku s'duhet realisht, për gjëra që realisht nuk i ke nevojë. Po më shumë i mshon asaj pjesës që ty s'ka pse të interesoj ai tjetri. Ti duhet shikosh vetëm shtëpinë tënde deri te pragu derës. Se ç'a ndodh më tutje, ty s'duhet të plasi fare. I kushton shumë rëndësi kësaj pjese. Po, është vërtetë. Po ta mendoni njerëz, ju që na ndiqni, ndoshta këtë dëgjojmë edhe nga njerëzit tonë të afërm të si shprehje, ndoshta pa vetdije, se kështu është kthyer një botë individualiste, kupton? Gjithë jemi luftojmë për veten dhe s'na intereson fare, domthon tek njeriu më i afërt, ndoshta nonë, bab, vllai, motër, jo më shoke, misie, kushërie, këto brenda një familje të ngushtë, të vogël. Thua po i ke ndoshta edhe ai që nda krevatin me atë që nda krevatin, të ndajherë me një shtrat, imagjino ku ka arritur kur.
Edhe është e frikshme. Edhe ne themi nga na erdhën gjithë këto gjëra, pse është pjesë e kësaj gjës që gjitha kjo është pjesë që e kanë implementuar këto, na e kanë ushqyer këta. Po patjetër. Gjithë përpjekja është të luajnë me trurin e njerëzve, valla, ti janë ndryshën atë pikpamjen. Ajo përmbysja, ajo e kthymja mbrapsht, atë bëjnë ata gjë. Atë po bëjnë. Të nxjerr aty një Big Brother atje. Shikoj, merrni ide, merrni shikoj se po vlerësojnë VIP-a, si luajnë në burr, të ngulisin gjëra të gabuara në kokë. Merruni me këtë, por qëndroni këtu me këtë që po ju japim neve. 4 heqje pas se tani si ndoshta njerëzit kur i bi diçka, kur i ndodh një konflikt, kur i ndodh një hall, një problem, atëherë është ajo e shuplaga që thot Aleksi. Janë ato shuplagat të vogla, të mëdha, të ndryshme që kemi gjithë secili, provat e jetës, kushdo në fusha të ndryshme, që familje, shëndeti, puna, ekonomia, nga po kudo ka sfida, po. Kudo në profesion, në çdo lloj fushë, të në ato shuplagat e vogla që ne ndalim dhe themi, po prit pra. Që dëgjojmë edhe të shprehje nga herë kur dëgjojmë njerëz që kanë edhe lloj brumi, kanë edhe qëndrese, edhe ku flasim, një tregon ato problemet e veta, tjetri problemet e tjera, edhe në fund fare thot, rëndësi ka shëndeti. Po. Dakord jemi me shëndetin, po si thon mbi të gjitha shëndeti. Mbi të gjitha njerëz. Edhe kjo më duket mos i edhe një lloj shprehje po e krijuar nga këta Alex. Nuk e di si e sheti. Jo, kjo tregon që minjos. Që ata na e kanë zvogluar shumë atë hierarkinë e vlerave. Hierarkinë e vlerave. Sepse nuk është mbi të gjitha shëndeti, dakord, shëndeti është mbi shëndetin fizik, mbi të gjitha është shëndeti shpirtëror, shëndeti mendor. Pra edhe këtu prapë na kanë thënë në materiale, prapë. Po, rëndësi ka që keni shëndetin fizik, edhe të vazhdoni të jeni konsumator pafund për gjëra që si keni fare nevojë tek e fundit. Po shëndeti mendor është kryesorja. Të dish, të ndash të mirën nga e keqja. Ato na kanë arritur deri në atë fazë sa që njeriu sot ka humbur sensin kritik të gjërave. E ka shumë të vështirë të ndaj ajo që është e dobishme dhe ajo që është e dëmshme. Deri aty kanë arritur. Njerëz të mëdhenj, 50, 60, 70 vjeç, nuk e ndajnë dot më sot. Na kanë futur një rromuj në kokë. Thot, shif atje se aty duhet të përqendrohesh sepse e dim neve më mirë. Si di se pastaj jep një mendim i diçka ti për shembull për një X çështje, të thonë nuk je eksperti, nuk je i fushës, nuk je. Domethënë pse dia është ekskluziviteti i dikujt, domethënë edhe s'ka të drejtë dikush edhe pa qenë i fushës këtë informacion mbi një X gjë. Edhe ta mbyllin gojën, nuk i përket i kësaj sepse se ke bërë atë shkollën e kësaj. Domethënë këto janë sulme që ty do të bëjnë mos të mendosh. Le ta kesh atë shëndetin e fizikës, ti duhet të mendosh se po mendove, po fillosh ta përdorësh atë trurin këtu, aty pastaj fillon ti zgjohesh. Edhe ai zgjimi përbën rrezik për ata të qind. Nuk duan që ti të mendosh, duan që ti të flesh, të jesh një zombi, edhe të ecësh aty ku duan ata. Po me sy mbyllur, asnjëherë mos shofësh. Se po fillove të shofësh, aty do fillosh kapësh sa gjona, do fillosh se si funksionon, si e kanë bërë që të funksionojë kjo botë. Edhe ti pastaj aty më përbën rrezik se mund të shkaktosh zgjimin e atij tjetrit. Se ata që janë të zgjuara është një përqindje shumë e vogël. Edhe atë përqindje shumë e vogël konsiderojnë rrezik ata. Se ajo pjesa vogël mund të shkaktojë zgjimin e asaj pjesës tjetër dhe fillon e hapet ajo, ka shtrirje. Këto na duan edhe kufoma, të vdekur të pakallur. Deri aty duhet na çojnë. Vetëm binduni, bindje, mos mendojmë ne për ne, dim neve kush është e mira juaj për të mirën tuaj, e lançojmë pastaj këto fjalët e bukura atje që shikojnë sa shumë dashuri kanë për ne. Si ajo që doli dhe i tha për këtë që kryeministri jonë Edi Rama bën aq shumë për vendin sa nuk bën për veten. Kupton, ajo është komuniste e thekur për këtë që tha. Janë ushtria e tillë që mendojnë, kështu duhet mendojnë. Edhe janë aq të pacit sa që duan. Komunizmi ofrohet më shumë këtyre ideve të atyre me kostume? Po, komunizmi ofrohet, Do të thënë, ajo që duan të arrisin këta është të kthejnë gjithë botën në një sistem komunist.
Prandaj preferojnë shumë Kinën, se Kina është aty ku këto duan ta çojnë botën. Pra, është ai eksperimenti i madh. Kina është eksperimenti i madh. Ajo se ç'a ka ndodhur, kjo është pasqyra le të themi, ose pikë orientuese. Po. Demoja. Atje është ka zënë rënjë Big Brotheri. Ai emisioni pafajshëm që neve shohim ata se si shtrin, si bëjnë palla atje dhe i lëshojnë ato gomarllëqe që thon aty, është që nesër pas nesër do mbikëqyrin edhe ju. Edhe mos ju bëj përshtypje se do ndihni si ato vipat e shtëpisë së famshme. Këto që si luajnë një metodë që ti nesër pas nesër të pranosh ato që duan ata, është nëpërmjet kësaj lojës së pafajshme. Të zbejnë ty ato rezistencat, që mos ta kesh problem kur të fillon ngecin të dalë një ligj që të fillon ta mushin shtëpinë me kamera e mikrofone. Ata kanë filluar ta bëjnë që tani, duke futur këto gjërat që quhen smart. Gjithë televizorat smart kanë dhe kamerë, kanë dhe mikrofon. E din shumë mirë të shohin ty se si rritet te divani kështu atje. Ti shohin të gjitha. Ti dëgjon gjitha bisedat që bën në shtëpi. Do vendosë edhe ca kamera atje, do jetë me ligj. Po, është vërtet ajo, se edhe në komunizëm ka qenë ajo që ti nuk mund të fike dot televizorin në oraret kur jepeshin lajme për shembull, ose kur jepet një film që ti ushqehesh me një film komunist, një film me luftë, një film propagandave të ndryshme. Pra ti je detyruar të drejtën e informimit në kuptimin, po do merr informimin që doshin ata. Po, fiks. Pra ka qenë vetëm i kanal, i burim, edhe i burimi ishte i orientuar. Po patjetër. Nuk del dot nga vafa, kupton? Po të kishin në atë kohë të komunizmit, po të kishin atë teknologji që kemi sot, do e kishin aplikuar, do kishe parti tani, do i bishim telefonit këtu neve pastaj, pap edhe do flisje. Tani nga që teknologjia ka avancuar, do i implementojnë në jetën tonë aq fuqishëm sa që s'do kesh ku të lëvizësh më. Domethënë do jetë një burg i hapur kudo. Po, te e shohim sot edhe sot, domethënë me këtë se çka kanë bërë me këtë cilësi të jetës që kemi sot, gjithë atë kotecin e vet, gjithë me atë telefonin para, brenda një familje, qoftë vogël, qoftë madhe, po të madhe ta shohim nëndër se sa familje të mëdha kemi në Shqipëri që është shkatruar dhe familja e madhe patriarkale shqiptare, domethënë që sot po ta thuar si shprehje të marrin me grushta, me shkelma, me gur mbrapa, thonë çaj duke fol ti edhe je i prapambetur, je. Po. Ndërkohë që i ke gjithë telefon, gjithë botën e vet, ulen aty të hongër duke. Po aty dëshmë ndaj. Se atëre dikur, domethënë edhe ti jo thot dikush të thotë jo qoftë edhe të mirë, të bukur, pozitive, ti kther. Direkt të shpërthen, po. Dikur kishin ata për të mbajtur situatën në kontroll, edhe që të shikosh se si njerëzit reagojnë, kishin ata 2 lekë, ata spionat që qarkullohen, e kishin spionat edhe brenda familjes. Domethënë po shkosh të thoje diçka kundra partisë që kishte kaluar në fazë adhurimi, aty pastaj të spiononte sepse kishte besuar tezën e partisë. Ishte ngulitur në kokatit. Që tani ti që po kundërshton një armik, nuk i do të mirë në vendit, sepse po shkon kundra rrymës. Tani ato spionët i zëvendësoj kjo këtu. Pastaj futun dhe televizorat, kanë futur dhe smart makina, se s'po e them në anglisht, edhe aty tani ka nisur procesi i mbikëqyrjes totale, se aty ka përçuar. Po që të ndërpritet, kupton? Prandaj doli Elon Musku dhe tha që do ishte që digitalizimi i botës do jetë shumë herë më i rrezikshëm se një luftë e tretë. Sa ke lufta? Edhe luftë e tretë. Ishte pikërisht ajo pyetje që ke bërë para 20 emisioneve, se më e mend tani, që kush është më i keq nga këto të dyja, kush është i keqja më e vogël? I keqja më e vogël është lufta e tretë, që u habitet ti. E frikshme shkurthuhet, të jetë që të jenë luftat, të jetë më ndonjë që po vriten njerëz të pafajshëm, shumë njerëz po vriten, po hidhen shumë para. Vlerat më dha, qoftë ata që po sulmojnë, por edhe ata që po mbrojnë, domethënë. Ato radarët antiraketor, domethënë që mbrojnë e kudion. Po është një kosto shumë e madhe, kupton, qoftë në jetë njerëzore, në shkatrim dëme materiale, zhvillimi etj, edhe kur thua që kjo është një keqje e vogël para digitalizimit. Po, ekzistojnë dhe në Amerikë janë bërë dokumentarë. Mirë, i sekond tani. Po ndodh kjo lufta, kjo do na ktheni,
Kjo lufta do ta pengoj të le të themi digitalizimin apo do të na kthejë edhe më mbrapa ne në kuptimin që të jemi ne ato të dikushme që kemi qenë më përpara në kuptimin që do na bëjë të lidhur më shumë me njëri tjetrin. Po. Do na bëjë? Atë do bëj, po. Po ta kam thënë edhe më përpara. Kjo do ja Jo, zgjesoj. pa hyrë tek ajo se si kemi thënë ne, domethënë me ndarje të shkurtra. Por siç e kishim në kuptimin e kësaj bisedës, pra do fillojmë të afrohemi njëri tjetrin ne. Po, do afrohemi shumë. Po si do ndodhi kjo? Do ndodhi komplet e kundërta. Si do zgjohet do njeriu ose do zgjohet do thotë, prit. Si do zgjohet? Po. Ata njerëz që do mbijetojnë mbas bumit të madh, do zhgënjehen aq shumë nga ajo jeta e dikurshme, kjo jeta që po kalojmë tani, kjo periudha që jemi tani, do zhgënjehen aq shumë sepse do hapen syt në ato momente. Do vi një shuplak aq e madhe sa do e sjelli në vete ata që do mbijetojnë. Edhe do fillon të vlerësojnë njëri tjetrin pastaj. Atë gjë që ka humbur sot do kthehet. Kjo do vi si pasojë një atij tërmetit që do ndodhi brenda nesh. Do zhgënjehen komplet, domethënë ku po jetonim ne deri dje, këtë që po kalim sot. Ku po jetonim, do thon ata që do kenë mbetur. Po. Ku po jetonim ne deri dje? Ku shpresonim, ku besonim, çfarë vlerësonim, si ishim? Edhe kjo do jetë kjo shkundje e madhe që do vi, ka për t'i sjellur në vetë njerëzit. Po do ketë edhe reduktim shumë të madh njerëzish. Ai sa do duhen vite të takosh dikë, dhe sa po ta shohësh në distancë që po vjen një tjetër nga krahu tjetër, do shkosh me vrap ta përqafosh, do i thuash të bëj vëlla. E kuptoj. Po, e kemi thënë edhe kjo, më kujtohet tekstualisht, siç po e thua, por ajo kam përshtypjen që është gati afër fundit që do bëhet kjo kthesa, do të ndodhi kjo lufta e tretë, gjëra pak më të mëdha. Por unë e kisha në këtë kontekst. Pra, edhe këto luftra ndoshta nuk na prekin nga afër drejt për drejt në lufta, për shembull në Iran ose në Palestinë që ka qenë, Ukrainë, Rusi, ku ka pasur këto luftrat lokale, domethënë. Ose edhe problematika ndryshme, le të themi më të vogla se sa këto, kur shohim një hall të një sprovë që kalon dikush, si ne si qenie njerëzore, duke parë një shembull të tillë, të na ndodhe i tërmeti që the ti. Po pra, ne ta shohim të si shembull, si shohim Big Brotherin që bëhet i krahasimin, edhe ne e implementojmë në jetën tonë, e vëmë zbatim në jetën tonë atë shembull që na e Big Brother. Po nga lufta, ose nga një ngjarje tjetër e rëndë, ose dikush për shembull që shef një aksident që po i dhe makinës i dehur, nuk du të hipësh makinës i dehur, se ndodh kjo gjëje që ti sapo e pe në film ose në një kronik ose e pe vetë, e pe live, domethënë në rrugë, domethënë nuk ndodhe para një aksidenti ose para se do këtë rezultat. Po, duke parë që se çfarë ndodh. Ty të ndodhi një tërmet brenda vetes, edhe të zgjohesh pra. Po. Pse nuk ndodh sot pra, këtë du të them. Pra, po ndodh kjo luftë e madhe tani. Pse nuk ndodh sot ai zgjidhje? Sepse nuk janë aq të mjaftueshme ato shkundjet. E ke parasysh kur është dikush i shtir atje, ka humbur ndjenjat edhe i shkon doktori me elektroshok aty e tund. Jemi kthyer, kemi shkuar në një nivel aq pa ndjeshmërie, sa që nuk mjafton një shkundje e vogël apo mesatare. Duhet një shkundje shumë drastike, nga rrënjët, nga themelet. Edhe këtë gjë mund ta bëj vetëm ky bum i madh. Domethënë, sikur ku kemi arritur, domethënë çfarë pandjeshmërie, sa që nuk na sjellin në vete këto sfidat e vogla që thesh pari të jetës, në ambientet e ndryshme të përditshmes ton. Duam këtë të madhen, të fortën tani. Edhe pra, do vinë në mënyrë pashmangshme. Po i kërkojmë vetën këtë që po ndodh. Po, qëndrimi që mbajmë. E lemi janë ato djem tek qi, ata që kanë dorë botën, bankat, gjithë sistemin, regjimin, agjendën, gjithë këto që çfarë po bëjnë domethënë, që kanë kap gjithë përfyti. Po në tjerët, domethënë, edhe ne po e kërkojmë të gjën në tjerët, unë ti, masa, popujt të tjerë. Po mos të ishim neve të tillë, ata nuk do mund të vepronin dot. Bllokohen. Kupton se shiko çfarë ndodh tani. Nëse njerëzit ecin mirë, janë në rregull, Zoti i mbron. Nga momenti që ti të mirën e kthen të keqe, je i shtrembur, je dallavere, je ku dëgjon me afut tjetrit, vetëm të jetosh ti, aty pastaj i hapet rruga atij tjetrit.
Edhe veprojnë shokët e tij pastaj këta me kostuma. Bë të mirën do të mbroj Zoti, bë të keqen do bish tek thetrat e atij tjetrit dhe do nxjihet jeta. Tani pjesa më e madhe dëgjojnë atë tjetrin. Jo në mënyrë të drejtë për drejtë, se nuk të vjen ashtu ai, se ti largohesh pastaj. Po e bën me këto mjetet rrethanore, këto që na duken neve si të pafajshme. Që kur hap televizorin, aty është lavazhi që bëjnë që të bëj sistemi. Duke filluar që nga arsimi edhe pastaj duke u rritur edhe me atë që zgjedh. Se edhe arsimi është granazhi i sistemit. I varur pra. Thuaj, je infektuar. Atë të krijojnë. Po sa është mundësia që ti jesh i pavarur? Sa ekziston mundësia që dikush thot dhe karikon veten e vet vazhdimisht duke thënë që jo, nuk do jem pjesë e sistemit, nuk do jem, jo vetëm me të thënë, por edhe me veprimet që bën, me jetën që ndërton. Po, procesi i zgjimit, pra, ka mundësi që ti të jesh i pavarur i 100%? Po patjetër. Ka? 100%. 100% s'mund ta thuar sepse tani prap jetojmë këtu në një vend që do patjetër do kesh një lidhje. 100%. 100% mund ndodhi ajo pastaj kur dikush ka një shtëpi në një fshat, ka tokën e vet, e mbjell, kujdeset, bëhet që s'ka as nga ana ushqimore, as nga ana elektricitetit e zemë, nuk është i varur nga shteti. I ka çdo gjë, është autonom. Po, me mulliere. Po sa jon? Po. Gjen. Me qiri. Ose nuk i plas fare për elektricitet. Jeton Jeton ditën fenatën. Me kushte primitive. Po. Se ashtu kemi për të kthyer, aty do shkojmë. Po ashtu do shkojmë. Patjetër, është kështu e pashmangshme. Do kthehemi kohën e Gjergj Kastriotit. Na pëlqen. Edhe kjo do ja zgjisoj të gjitha, çka kanë lançuar ata për të na mbështjellur neve, për të na futur në atë burgun e tyre, do ja anulloj lufta. Këta mendojnë se kur të ndodhi lufta, ky reduktimi i popullsisë botërore, mendojnë se do kaloj rendi i ri i tyre botëror. Se ta kam thënë, çka nuk arritën ti zhdukshin me anë të vraksinave, duan me bë me anë të luftës tani. Me anë të luftës. Edhe duke shpikur këto sebepet, jo po Irani, jo po Izraeli, këto janë kot. Po ja tani teksa po flet, meqense kalove se në fakt ne vendosëm bashkë të dy që mos flisnim për luftën sot për shkak se po flitet gjitha ne, jo për me bë kashillikën me thënë që ato flasin kot. Po që flasin kot e thonë gjithë edhe pjesë, edhe por jo si po them flasin kot ato dhe ne flasim plot, por paktën jemi më të vërtetë në atë gjë, nuk kemi këto influenca të tjera. Se më bërë shumë përshtypje dhe e para herë vendosëm Aleksin që mos me thënë teksa pa sqarojnë tjerët, e para, e dyta që mos me ushqy po këtë dozën e panikut, frikës, lufta, ne u ka kthy gjitha ne, domethënë nuk ngjon më gjëra pozitive, gjëra kështu. Më thanë njerëzit e mi, më thanë që që në ke bëmë, në ke lënë, se kam njerëz që të dëgjojnë ty, ku është Aleksi, dhe. Kena umë gjumin. Kena pa gjumë, jam shumë shifsha njosh Aleksi, Po jo, refinit e qetë se... Që realisht, na jepi një mesazh, jo, se unë sato që e ktheva personale, tek njerëzit e mi, por kthej edhe një mesazh për ato të ndoshta mund të ketë shumë tjerë, jo që veç na ndjekin ne për këtë gjendjen e panikut, domethënë që është krijuar, domethënë një lloj frike, mangthi. Atë nuk janë gjëra të lehta këto që po ndodhin, kupton? Këtë çështjen e letrës së panikut gjithmonë sistemi e përdor. E përdor, po. Gjithmonë. Panik gjatë kohës së pandemisë. Do të bëhet ajo luftë atje. Po bëhet ajo gjithandej bombardim më mund ndodh në ekran edhe në telefon. Po, lufta e tretë është gati se më afër se çdo herë. Do jetë një luftë më keq se sa e lufta që thoshin këto, që thoshin që nxorri tanjë që atëherë në kohën e pandemisë, luftë atëherë edhe që u panikosën njerëzit dhe më shumë vdi që ndruan jetë për shkak të ankthi dhe mangthi që nga Afrika. I mbërtheu. Edhe sot ne prap imagjino ndodh lufta në Iran, të vdesin shqiptarë nga Afrika dhe nga paniku, si normalisht, ndoshta ti se kupton, por prej vitesh mund do psohet zemra. Nga këto gjitha këto përjetime, se emocionet janë të forta, kupton? Po, normal. Varet se si përjetojnë njerëzit. E di në efektin e psikologjik që shkakton paniku, që të organizon dhe menderisht edhe fizikisht. Sepse njeriu nëse jeton, bën një si mund ta marrin pak më qetë njerëzit, si ta marrin pak më lehtëshëm në kuptimin që mos e përjetojnë shumë si gjë.
Çfarë mund t'i këshillosh? Sa më larg panikut, sa do gogol që ta bëjnë ata, mos e ushqini veten me ushqimin e kalbur të panikut që sistemi do që të na japi. Tek e fundit, çfarëdo që të ndodhi, të zën apo nuk të zën paniku, ajo ka për të bërë. Por tani zgjidhja nuk është që të na mbërthej frika. Do bëni jetën e tuaj qetë. Do duni gruan, do duni kalamojt, do paguni taksat, do jeni të sinqert. Të rregullohet me taksat. Çe ka bërë kjo pjesë sistemet e Molex, çfarë thu më? Po tani paguni taksat si normalisht. Si ke ishte edhe pyetja ime ndaj Alexit që kaloi vend tjetër, e dha përgjigjen. A jemi mund të jetë njëri 100% i pavarur, s'ka shans të jesh më se. Po, vetëm vetëm po ishte mbyll, po para me çik gjatë për këtë, për arsyeën që s'donin ta preknin fare luftën sot, domethënë nuk donin bënin të njëjtën gjë që të fshinin panikë etj, por erdhin në formë por tekse po e thojë ti, këtu lajmi i fundit është që ka ardhur tani domethënë që sekretari amerikan thotë që sot është dita më intensive e sulmeve ndaj Iranit. Pra, do bëjnë kërdina? Pra ushqimi tani, pra ne do bëjmë atë në këtë. Ndërkohë që un pash diçka tjetër që më bëri përshtypje, nuk di si analizon, si e shpjegon ti këtë, që në fillim fare pam atë ditën e parë që u bë Amerika me Izraelin bashkë, sulmuan Iranin, bëm të deklarata të vazhdueshme çdo orë. Ne jemi këtu, kush tregonte forcën, ne vram atë, u futëm kaq gjithë ato gjërat. Pas disa ditësh pastaj, edhe ditës vazhdim deri sot, pas ky më konsiderohet për mua ngjarje ose lajmi i dytë më i fortë që pas atij lajmi pas 10 ditësh. 11 ditësh sa kemi. Sot më po. Po. Okej. Që kemi sulm të madhe po bëjmë të ande këtë. Kurse ditët e tjera s'kemi pas shumë. Kanë qenë to analizat që bëjnë televizionet e gjëra, por deklaratat fuqishme të këtij lloji, po duket sikur po rifillon lufta. Por realisht atje a ka pasur luftë vazhdimisht? Këto ditë? Jo, s'ka pa. Intensive ishte ajo dita e parë që ti, edhe kjo që duhet ta paraqesit tani këtu. Nuk është kështu çdo ditë që kalon atje po bëhet nami zi këto me radhë. Po pse bëjnë to pra? Pse po elçon për ngrej dozën këtu pas 10 ditësh, 11 ditësh për shembull. Pra, megjithëse skemi që shpjegon ti, për atë siç ka folur më para, çka janë to ulje ngritjet e këtyre? Çka duan të luajnë? Për të pjesës agresionit dhe sulmit ose për të përfituar, çka kanë për qëllim ata? E para, kur diçka sistemi që komandon këtë botë, kur e bën alarmante, është për arsye shpërqendrimi. Se si duket, pas ka probleme shumë herë më serioze se kjo që na paraqesin këta. Na bombardojnë me këto që zhvillimet e reja këtu, sot atje i bom namin e zi i Iranit, sepse jena njisha këto me radhë, janë për shpërqendrim zakonisht. E dyta, për përhapi paniku. Për atë çka them. Po, që ti avash të përgatitesh me atë idenë se çfarë po vjen. Po. Sepse ta kam thënë, duan dhe opinionin e botës që të jenë pro, edhe duan që ti diku të pozicionohesh. Anën e kujt mban? Izraelit, Iranit. Po si është bota sipas teje, Alex? Bota ka përshtypjen që është ka arritur të kuptoj, apo jo? Si është? Po pjesa më e madhe nuk e kuptojnë këto gjëra që jemi duke thënë tani. Jo këtë që po flasim, për shembull për ngjarje konkrete ose ngjarje të mëdha. Si arrin ti kuptojnë bota, si vendos? Si mendon ti? Jo, bota e merr sikur është ashtu siç po e paraqesin në televizor ata. Po. E tha aty ashtu është. Ashtu është masa. Lëshoj kaq raketa, ashtu është. Pësoj kaq dëme një vend, ashtu është. Fare. Po realisht domethënë po të shohësh në mediat e huaja, serioze, jo aq pak sa kanë mbet domethënë, këndvështrimin ton, që është tjetër pasqyrë nga ajo siç ka propagandohet nga mediat më të rëndësishme në botë. Po tjetër. Nga këto që janë patjetër. Edhe më theq pari ti mund se si ndodh puna e zgjimit, që të kupton që realisht po ndodh. Mos ti përtypin gjërat siç ja servirin. Hapi i parë i procesit të zgjimit është ajo që kemi theksuar disa herë, dyshimi. Mos i përtypni gjërat siç po ja u japin. Dyshoni, sidomos po doli nga mediat, po doli nga këta gjoja presidentat e mëdhenj, të famshëm. Dyshoni, direkt e dyshoni.
Tani mos të kalojmë edhe dyshim mos të kalojmë në ekstrem, Jo, në ekstrem. Ja më fiksuar me jetuar atë kështu me dyshosh e hijen tënde. Po për rastin e Turqisë, mund të jemi nga të vetmit që kemi cek në këtë lloj forme, domethënë që kemi thënë që të vrit Erdoani, do bëhet lufta e këto gjëra, nuk pare thotë Po terreni që do bëhet namizi, po. Po, nuk pare gjë në vende të tjera këtë, me thënë drejtën. Nuk e kam dëgjuar me asnjë vend, edhe pse ka pasur diskutime për Turqinë që sulmi i dytë nga Irani për Turqinë, kështu siç po thuhet media tani, madje pati edhe reagim të fortë të Erdoganit ndaj Iranit që nëse vazhdoni kështu nuk do të rrim qetë, domethënë do t'ju kthehemi, do të bëjmë po do ndërhyjmë. Po të si shef është Irani që ngacmon domethënë Turqinë apo shenjë një skenar tjetër? Jo, Turqia e mbështet Iranin me sa kam kuptuar. Po prandaj po m'duket e habitshme si gjë. Po. Është Irani vetë që e sulmon Turqinë apo sulmon dikush tjetër? Si është si gjë? Tani, shiko, edhe vetë Irani nuk është se vendos vetë me atë kreun e atij vendit atje. Edhe ata kanë tipat pa dukshëm mbi veten e tyre që marrin vendime. Nuk vendos presidenti atje që është quhet ashtu. Se kemi thënë, nga momenti që dikush arrin të dalin në ekranin e televizorit, nuk është ai që vendos, ai thjesht është një aktor në ato momente. Kështu që nuk është i pavarur dhe ai nga vendimarrjet që ka. Po. Domethënë ndikohet nga forcat e tjera mbi atë. Ai vërtet ka edhe mbështetjen e Rusisë, e Kinës, kjo është sekret më, pa ja thënë gjithë. Po edhe ato vende, edhe ato kanë mbi veten e tyre që marrin urdhra. Nuk vendosin presidentat, nuk vendosin kryeministrat, nuk vendosin parlamentet. Të gjitha këto janë një skenar i mirë ndërtuar, për të dhënë përshtypjen që ka rregulla, ka sistem, ka gjësh vendosin ata që kanë marrë shkollë ku dëgjon. Fare, hiqeni këtë nga mendja këtë gjë. Vendosin tipa që kur nuk i kap kamera televizorit. Janë të frikshëm fare. Ndërkohë, Alex, besoj se e qelluam pak edhe me këtë pjesën e luftës, edhe pse nuk e kishim fare me dëshirë për ta cekur, për ta prekur, por do të kalojmë në disa pyetje që ne e theksojmë her pas here, kështu që e theksojmë edhe këtë herë, vazhdoni, bëni pyetje, komente për tema, pra vetëm një sugjerim timin, për që ta kemi më thjesht sa më shkurt, kush thot sa më shkurt unë që bëj pyetje të gjata, domethënë që marr kritika vazhdimisht nga ju që më thoni që po lërë të flasi ose çaj bën këto pyetje të gjata, po kur je këtu është tjetër gjë, se ne kemi prandaj e konsideroj bisedë thjesht që t'japim me të marrim që ta bëjmë më të thjesht edhe për ju që të kuptohet, domethënë, por të kuptojmë edhe ne njëri tjetrin. Kështu që vazhdoni me pyetje, gjëra që ju shfaqin interes dhe doni të dini, pra sa kemi mundësi mund të kthejmë përgjigje. Një pyetje është për shtetin fqinj, thuhet se pasaportët digjitale dhe kartet e identitetit dhe numri personal kanë numrin e bishës sot. Kush i merr është i vulosur me të keqin. Shpjegoje himësisht thot sa ndikon tek shpirti i njeriu pranimi i teknologjisë dhe kush është vula e bishës. Pak a shumë ne deri diku e shpjeguam për pjesën se si ka ndryshuar teknologjia, njerëzit, ne, raporti. Por lidhur me këtë, ne kemi bërë një temë tjetër, 2-3 herë më duket që kemi cek këtë temën e për këto karta digjitale. Po mund ta japim një përgjigje. Tani, përse përket kësaj kartës elektronike, kjo duhet shmangur me gjithë fuqinë e secilit që kjo të mos pranohet, që askush mos ta marrë. Ajo nuk po ndodhet vetëm në Greqi, që aty shpeshherë bëjnë protesta ka 30 vjet që duan ta ndalojnë, se ata tentojnë atje që kjo kaloj. Edhe gjithmonë janë çuar me protesta të fuqishme masive, siç bëri edhe Anglia këtë kohë të fundit. Që u tërhoqën në një moment edhe pastaj prap po rinisi kjo përpjekje që ajo të kalojë. Ajo është patjetër që ndikon në shpirtin e njerëzit, sepse nga momenti që pranon atë kartën e re digjitale, që është karta gjithëpërfshirëse, që është all in one, i përfshin të gjitha në një. Ti me anë të asaj kartës ke numrin e kartës shëndetësisë, të pensionit, të gjitha. Po, e kemi sqaruar atë, por vetëm për këtë pjesën kam përshtypjen që do ta ketë edhe si pyetje që të kërkon më shumë
Pra, si ndikon të shpirti i njeriu te pranimi i teknologjisë dhe kush është vula e bishës thotë? Pra, kush është vura e bishës thotë? Numrin i bishës është te kjo kartë. Prandaj nuk duhet ta marrë. Domethënë, nga momenti që dikush shkon e merr atë dhe i vendos firmën, që do të thotë që un jam dakord me këtë, të bashkohem, sepse quhet identitet, kartë identiteti që ai më identifikon. Nga momenti që më identifikon, jam bërë një me atë. Mi pa ty ka një numër që nuk duhet të ekzistojë. Është diku janë të 12 numra ato. Po. Që të bashkuara, të deshifruara se si i bën ata aty me kompjuterit e tyre, del gjithmonë 666. 666. Ngado që trutullohet, ky del. Ky numër del për herë. Kjo është numri i bishës. Edhe tani shkon dikush edhe bashkohet me këtë numër. Bëhet një me atë numrin që e deshifruar del numri i bishës. Unë bashkohem me emrin e atit. Po. Si çdo apokalipsi atje do marrin vulën, numrin ose emrin e numrit të bishës sot libri i zbulesës. Po. Këtu kemi numrin e emrit të bishës ajo karta atje. Dhe automatikisht godet shpirtin e njeriut. Shpirtin nga momenti që ti aprovon, logjika, vullneti i lirë është një gjymtyrë e shpirtit ajo. Edhe aty pastaj kemi probleme shumë serioze. E qartë. Duhet zgjimi i gjithë njerëzimit që të ndalojë e gjithë kjo thot, por kjo është e pamundur se njerëzit vrapojnë mbas pasurisë. Paka shumë të se çka folëm ne deri tani, dhe jo një vit Zoti Alex thot se do ishte fatimat, por do jenë 7 vitet e zisë së madhe që njerëzit do hanë dhe rrojnë pemë respekte, thot Albana. Albana, shiko, kur thash, ai një vit e kisha fjalën përsa i përket, më pak se një vit, përsa i përket luftës, kozjatës së luftës, duke kisha fjalën për 7 vitet për luftën aktuale që po ndodh tani. Po, për këtë që ka thënë Trumpi dhe zgjasi 3 javë ose 40 ditë. Po, pra Iran, Amerikë, Izrael. Po, dhe ka për shku deri në shtator, mbajeni mend. Deri në shtator, ëh? Të paktën deri në shtator. Kjo çështja e Iranit. Lere çfarë thot ai atje, ai loloj ai llozhet që fut. Thënë dhe Irani kështu si Gaza, Palestina? Ora du ta apo do kthehet Izraeli kështu? Du ta kthejnë ta bëjnë kështu alla pranverore. Patjetër lere çfarë duan ato. Po si mendonte që do të kthehet Izraeli, pra kush do dëmtohet më shumë, Izraeli apo Irani? Irani sigurisht. Do dëmtojnë Irani. Po. E ka pisk punën në Irani. Ka pisk punën. Po më pisk e kanë këto tjerë se kur flasim afatgjat. Edhe çfarë thonë? Do thonë që për që do jetë për i vit. Dhe jo për 7 vite, kurse për 7 vite e ke për luftën e tretë botërore. Pas luftës së tretë botërore që ndodhi. Jo, lufta do zgjasë një vit. Ajo 7 vite që thot Albana atje janë 7 vitet e fundit që marron historie, pastaj ajo do jetë kur do vi Antikrishti në pushtet. Po. Ato 7 vite që do shfaqet ky, që do ndahet në 2 faza, te faza e parë do jetë si i mirë, si i butë, siç bëjnë politikanët sot kur duan me ta prish mendjen, që dalin aty me atë retorikën e tyre për të poluan me trurin, me psikologjinë tënde. Ashtu do jetë dhe ky. Këtë do bëjë pjesa e parë, 3 vitet e gjysmës e para, 3 vitet e gjysmës e dyta pastaj, aty do thot pastaj hajde një çik këtu se ja u tregoj unë juve tani. 7 vitet e fundit para se të përfundoj bota. Kurse unë them për luftën që do jetë një vit. As një vit, më pak se një vit do jetë. Me këto armë që ka tani. Do ishte mirë të flisje edhe për Vatikanin se si do përfshihet në këtë gjullurdi, thot profeti Rem. Ardhja e Krishtit është po njëjti koment që vazhdon më poshtë pasohet, po njëjti person domethënë që shkruan, ardhja e Krishtit është e pashmangshme në një farë mënyrë Satani pa dashje po ndihmon në këtë luftë e keqe. E së keqes ndaj të mirës është e lashtë sa vetë bota që nga krijimi. Korea e Veriut sapo hyrë në lojë me deklaratën që bëri ai Giorgio Bez, që tha jam i gatshëm të ndihmoj me armë bërthamore, thotë. Po përgatitet terreni për ardhjen e Antikrishtit. Po. Besoj se je dakord me gjithë, është një njeri që bravo. Pas ka të njëjtën logjikë dhe mendje me Aleksin për të se çka themi këtu, domethënë. Vatikani ka shkaktuar 2 luftat e para botërore. Ajo, ata të famshmet, ata jezuitët quhen ata, janë ata tipat që për të larë mëkatet shkojnë vetë kamzhikosin, i bien vetë se lëndojnë trupin. Ata janë të frikshëm fare, kreu i këtyre jezuitëve është ai Papa i Zi. Ky që shohim neve është Papa i bardh. Ky që jep paçe njerëzve. Paçe. Edhe në sfond financon luftrat, Vatikani, në bashkëpunim me masonerinë, se deri dje luftonte, po tani janë bërë bashkë. Vatikani me masonerinë. I ke një.
Pse realisht ka pas luftuar më para? Po. Ka pas Ka luftuar. qenë çik më mirë atëherë. Po, kurse tani janë komprometu komplet. Sa vite bë që tani janë bë kështu? Po të paktën një shekull po herë. Edhe kështu Vatikani. Vatikani është frikshëm fare. Kemi folë edhe për Vatikanin, po ndoshta në vazhdim mund të t'japim edhe mund të kemi edhe tema më vete. Por kemi folë gjatë edhe për Vatikanin para disa kohësh. Një nga Po çfarë s'kena lënë pa folë vërtet. Tani si tha ça po përgatisin në ardhën e Antikrishtit, qëllimi ai është ata të cilin. Po do dështoj dhe ajo. Te e tham te emisioni kaluam çik. Rruga s'ka kthim mbrapa, por çështja do jetë kur të vi i huajit dhe të rrokasi derën e shtëpisë për një kokër buk, thot. Po, ajo do ndodhi. Për një korë ndjes, për një korë buk, thot. Si ishte. Kush nga ne do të hapi derë dhe do japi i kafshat bukë, thot, duke ditur që ditën tjetër s'do ketë për të hëngra as familja e tij, thot. Kjo do të jetë sfida më e madhe, jo të depozitojmë ushqim për të mbijetuar ne, por që të japim se uria do jetë e pashmangshme. Komente për të gjithë ata që ndjekin Pisk System. Komente për komplimente. Stefan, të përshëndet, falenderoj shumë për komentin, ke bërë një analizë shumë sakt, edhe kjo është e vërtet. Stefananko. Po, edhe e përshëndesim. Madje po e shohim në vendet tona fqinje shqiptare, siç është Maqedonia, po ngjoj nga miqtë e mi që kam atje, që më thonë që atje për shembull po marrin me limit karburant. Është rritur çmimi i karburantit, edhe këtu në Shqipëri është rritur, po nuk flitet. Po bën kursime domethënë që ta shyn. Edhe të shkosh nuk do marrësh si në kohën e verit një kothere buk. Me tollon. Stefani këtu. Do kthemi tollonit. Pra nuk atje ke rrallë, do mund të shkosh gjithë ditën të presësh për me mush makinën në 10 litra naftë. Po. Po njerëzit e kanë mjet pune. Pa punë, edhe kështu shkon për shkazohesh çdo gjë. Po, e mamen që të kam thënë që gjithë këto makina që janë shtuar sot ke për t'i parë të parkuara në busë të trotuarit edhe do i shikosh se si do ndryshken, se si do kalbin me kalimin e kohës, i përdori dot njeri. Kështu ishin makinat ajo The Book of Eli ai filmi, aty ishin gjithë parkuar të kalbura, të djegura, të ashtu të ndryshkura, ashtu do bëhet. Siç e tha, nuk e di kush e tha atë komentin atje, ishte sakt fiks, ashtu do bëhet. Do i trokasi njëri do kërkojnë bukë te shtëpia e njëri tjetrit. Pa, Stefani ishte që thotë. Po, është e vërtetë ajo. Do ngel edhe vet. Mediat nuk tregojnë të vërtetën. I gjithë populli dhe ata që ishin liberal u bashkuan kundër SBA-sat. Irani, një vend që asnjëherë nuk ka sulmuar asnjë vend, është vend civil, moral i lashtë që e do kulturën dhe jetën e vet. Irani me vlera humane, ndërsa ata që sulmojnë Iranin janë predator. Thot dhurata. Irani me vlera humane. Nëse shiko, se shtrohet dhe jo pyetja, dakord, s'mbaj mas krahun e Izraelit as krahun e Iranit. Po lind pyetja kush ka të drejtë dhe kush po goditet pafajësisht. Të drejtë ka Irani në këtë rast, edhe po godritet edhe pafajësisht. Sepse dela i bjondi atje që akoma jeton në kohën e kaubojsave dhe thot, meqense unë jam më i forti këtu, kam fuqinë dhe mënyrat për të shembur. Edhe shkon atje dhe i thot, shiko, bëj atë që do të them unë se përndryshe të zhytën tokë. Atë ja duke bërë tani. Se Amerika kujton akoma se jetojnë në Wild West. Edhe dalin e bëjnë kaubojsin akoma. Mi po, i kanë gjetë qik shara ngosht aty Irani, sepse nuk është një vend i papërfillshëm. Ka raketa pa fund, se ku lexova diku dhe thoshte që brenda një muaji prodhokan 500 raketa alla. Po. Brenda një muaji 500 raketa na bëj. Po, edhe në Amerikë kanë bërë dëm të madh, se Amerika po thjesht është tërheqë në pjesën e sulmit ndaj Iranit. E ka lënë vetëm Izraelin atje. Po tani është. Por do të thënë Amerika dhe Izraeli nuk po kanë më tani të prodhojnë, kupton, edhe kanë harxuar shumë në mbrojtje. Po, për mbrojtje po hodhin ndihmë. E kanë ngel, plus që ka dhe mbështetjen e 2 superfuqive vëllate e të Kores. Kupton, është çik i kanë ngec, kanë probleme Irani, nuk është shkollaj. Po megjithatë, do arrisin që parashikon për ta mbyllur tani duke i falendëruar gjithë ata që na ndoqën për komentet, pyetjet dhe për ato siç ka na ndiqni dhe na vlerësoni. Ju vlerësojmë tani maksimalisht për atë se çka jepni edhe ju kohën tuaj, por dhe Aleksin, dhe për ta mbyllur tani për atë siç ka the
E tham që s'e nisi me luftën, po ja që e mbyllë me luftën. Me këto që thënë do të zgjasë deri në shtator, domethënë ajo. Po, konflikti atje deri atëherë ka për të shkuar. Lere çfarë thon këto, si tha ai, se bëri dhe deklaratë tani nga fundi që do e pushojmë luftën. E kundërta, do e vazhdojmë luftën. Do e vazhdojmë. Në gjithmonë. Kupton, kështu që mos shpresoni se zgjidhja ka për të ardhur nga këta që supozojnë si superfuqi. Po mirë, çfarë mund ndodhi në shtator që do jetë deri në shtator për shembull? Ose si mund të ndalojë domethënë lufta tek këta? Lufta si duket, nga që e kanë, siç e thash, pisk punën atje me Iranin, e di që do doj pak më shumë kohë për të arritur qëllimin që kanë. Po pra ato do të arrijnë qëllimin deri në shtator, pra në momentin që do ndodhë, që do ndalojë kjo, do kenë arritur qëllimin. Po, do kenë marrë. Do kenë marrë. Punë, po. Këta do ta marrin Iranin domethënë, do të vendosin njëri që të besuar në tyre, njeriu e komanduar vetin. Po, patjetër, gjithmonë ai ka qenë qëllimi. Do të vendosur një njeriu në tyre që do i bindet këtyreve. Të njëjtën gjë që duan me bë dhe me Turqinë. Me Turqinë. Do heqin Erdoganin dhe do vendosin një kemalist. Po deri atëherë me Turqinë, nëse nuk ndodh kjo, bëhet luftë. Këto janë duke ecur paralel. Don, ajo goditja që do i bëjnë Erdoganit edhe i marrin me një me raketa që i çojnë nga herë kështu dhe i çojnë në një për ta vrarë. Por Erdogani do bie me vrasje. Besoj se me vrasje, po. Me vrasje, do i shkaktojnë ai aksident. Pra, jo me luftë paraprake në kuptimin siç po ndodh për që vran Khamenein, liderin e Iranit, por pra jo me sulm, siç e bën me raketa, me gjëra. Po. Që sulmuan gjithë si shtet, por këtu do të vrasin Erdoganin me aksident, forma të tjera, ku diu me ushqim apo ku diu me pistolete, me armë. Jo, do e paraqesin sikur pati kështu problem shëndetësor, sepse kishte kancer dhe nuk duroi më trupi, kështu gjëra kanë për t'i thënë. Do na thonë. Por jo me luftë. Lufta do ndodhi mbrapa në Turqi. Po, kur të jetë kryeministri, presidenti tjetër. Po, do të thonë i tyre. Disa muaj mbas eliminimit të Erdoganit do nisi pasaj situata serioze fare. To ecin paralel, rënia Erdoganit dhe goditja e Iranit. Gjithmonë qëllimi central i bërthamor. Nuk duan që të ketë kokë nukleare bërthamore Irani. Po mirë, po dëgjoj shumë media që thonë që nuk e ka. Nuk e ka? Është e kundërta, e ka. Prandaj ka paniku ata atje, po kjo që po prodhojnë këta gjendet 60 metra poshtë tokës. Nuk e kanë atë armë, as Amerika, aq më tepër Izraeli, nuk e kanë atë armë. I vetmi vend në botë që e ka atë armë që të shkojë deri 60 metra poshtë tokës, e ka vetëm Rusia. Po këto do shpikin një diçka, do sajojnë një diçka, një manuvër që do ja arrisin atë qëllim. Për të shkuar 60 metra poshtë tokës. Kush do shpikin? Amerika me Izraelin. Do e bëj një diçka, po që do goditet centrali bërthamor, do goditet 100%. E sigurt. Aty pastaj do e fillojnë gjërat serioze, sepse kjo do jetë si pikë referimi, është si shenjë kjo. Të dyja, dhe rënia Erdoganit dhe ajo goditja e këtyreve. Shkojnë bashk. Më ndodhin të dyja njëkohësisht. Po, janë shumë afër në periudhë kohore me njëra tjetrën. Njëra do konfirmojë tjetrën. Se po ndodhi vetëm njëra, i bie të presim të ndodhi dhe e dyta. Neve kështu e dim, kështu e kam lexuar, që këto të dyja janë shumë afër dhe kur të ndodhi të dyja, pastaj njëra mas tjetrës, aty pastaj do kalojmë te faza serioze. Okej, deri atëherë miq kur ndodhi kjo, ne do të jemi vërtet. Edhe që për ta mbyllur me këtë, se kishte thënë këto ekonomistat, ekonomologët e mëdhenj të Amerikës që janë mbajnë për këtë punë, kishin thënë që kraku ekonomik, kriza ekonomike domethënë, do bëhet këtë vit, edhe madje thanë që do ndodhi në qershor. Qershor tani? Po, aty do fillojnë të humbasi vlerën paraja. Do bie çdo gjë, çmimi do i kesh stratosferë. Do kemi turista këtë vit në Shqipëri domethënë. Do të kemi turizëm, Po i se ne kanë zgjidhur turistët e burr. Po. I ke gjithani se çon do drejt, do t'ja bësh kështu vetëm për aty, apo se janë si tufa ato me atë flamurin aty përpara. Edhe mos fol shumë për turistë. Shqipëri që kemi se ne për asaj kemi ekonomi shqiptare. Po. Ashtu thot ai, kemi pasur boom ekonomik nga turistët, kurse populli aty çmimet vetëm rriten, asnjëherë nuk ulen. Populli numëron qindarkat e çtu javën. Kto ai thot është rritur ekonomia. Ku është? Ku i ke? Një gjendje jemi akoma. Po gjithë turistët valla.
Vinë ato paguajnë, japin lekë tu, kontribuojnë për shtetin ta, për vendin ta, blenë aty market, hajnë, bëjnë, pinë, bëjnë Dhe pastaj ku shkon ato lekët që po shtohet buxheti shtetëror? Ku shkon pa kemi hallë? Apo shtoni 2000 lekë atyre pensionistëve në fund muajit aty edhe bëjnë parti ata. Pensionist sa ka këtu? Çfarë të bësh? Çfarë të bësh? Ha. Gjelën tuna e majt penga bur. Alex, të falenderoj. E unë falenderoj për ftesën e Ju re. falenderoj edhe ju. Edhe ju që na ndoqët. Kështu që do takojmë javën tjetër, miq. Vazhdoni na pyesni, na komentoni që të kemi tema tjera diskutimi dhe të shmangim sa më shumë luftën. Kjo është ideja. Ta shmangim se lufta na bën ato, ti bëjmë edhe ne njëri tjetrit luftë me ato se çka na bën ato me luftë. Po. Kujdeseni për veten, për ato që rrethojnë dhe mirë takofshim. Tjung. Përshëndetje.